Drafti raporti i Parlamentit Evropian për vitin 2025 vlerëson angazhimin e Shqipërisë në procesin e integrimit, por thekson se korrupsioni mbetet një shqetësim serioz dhe kërkon rezultate të matshme, veçanërisht në rastet e korrupsionit në nivele të larta. Dokumenti përshëndet faktin që Shqipëria hapi të gjithë grup kapitujt e negociatave brenda 13 muajve dhe mbështet ambicien për të mbyllur ato deri në fund të vitit 2027. Megjithatë, ky objektiv kushtëzohet me zbatimin e plotë të reformave në shtetin e së drejtës, funksionimin e institucioneve demokratike, luftën kundër korrupsionit, lirinë e medias dhe reformat socio-ekonomike. Sa i takon zgjedhjeve rezoluta, vlerëson se kuadri zgjedhor është përgjithsisht i përshtatshëm për zgjedhje konkurruese, por evidenton probleme si mungesa e barazisë së kushteve, keqpërdorimi i burimeve administrative, pretendimet për blerje votash dhe presioni ndaj votuesve. U bë thirrje shumicës dhe opozitës të ndërmarrin një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse e të zbatojnë rekomandimet e OSBE ODIHR-it dhe të Komisionit të Venecias përpara zgjedhjeve të ardhshme. Parlamenti Evropian shpreh shqetësimin për polarizimin politik dhe diskursin konfrontues që sipas tij të psojnë pikëqyrjen parlamentare dhe besimin publik. Kërkohet forcimi i kontrollit të kuvendit mbi ekzekutivin dhe rritja e transparencës në procesin ligjvënës. Në fushën e drejtësisë, dokumenti përshëndet vijimin e reformës dhe procesin e vettingut, por evidenton sfidan e efikasitetin e gjyqësorit, stokun e çështjeve të prapambetura dhe rrezikun e ndikimeve të papërshtatshme. Kërkohet forcimi i organeve të qeverisjes së sistemit gjyqësor dhe investime në infrastrukturë dhe digitalizim. Rezoluta thekson se pavarësisht progresit ligjor, Shqipëria duhet të konsolidojë rezultate konkrete në hetime, ndjekje penale dhe vendime përfundimtare, sidomos për korrupsionin në nivele të larta. Po ashtu, kërkohet luftë më efektive kundër krimit organizuar dhe bashkëpunim më i ngushtë me Europol dhe Eurojust. Në aspektin e të drejtave themelore, raporti kërkon mbrojtje më të fortë të lirisë së shprehjes dhe pluralizmit mediatik, transparencë mbi pronësinë e mediave dhe hetim të rasteve të kërcënimeve ndaj gazetarëve. Dokumenti inkurajon gjithashtu forcimin e mbrojtjes për pakicat dhe grupet e cënueshme, përfshir komunitetin rom dhe egjiptian, personat me aftësi të kufizuar, punëtorët migrant dhe komunitet LGBTIQ, si dhe përmirësim të aksesit në drejtësi. Sa i përket administratës publike, pranohet progresi në reformë, por kërkohet rekrutim mbi bazë meritore dhe depolitizimi i shërbimit civil. Theksohet nevoja për planifikim politikash të bazuara në prova dhe transparencë në buxhetim, si dhe për forcim të mbikëqyrjes parlamentare mbi financat publike. Në planin ekonomik, raporti përshëndet angazhimin në planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, por evidenton dobësi strukturore si informaliteti dhe produktiviteti i ulët. Kërkohen investime në arsim, aftësi dhe inovacion, si dhe dialog social më funksional. Në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, rezoluta vëren mungesë progresi gjatë vitit të fundit. Në politikën e jashtme, Parlamenti Evropian përgëzon Shqipërinë për parafrimin e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s, përfshir angazhimin në misionet të politikës së përbashkët të sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe për rolin konstruktiv në stabilitetin rajonal. Në përmbledhje, projekti rezoluta paraqet një panoramë të dyfisht, progres formal në negociata dhe mbështetje për ambicien e antarësimit, por kërkesa të qarta për rezultate konkrete dhe të qëndrueshme në reforma që prekin drejt për drejt funksionimin e shtetit dhe besimin e qytetarëve.